në fakt nuk u mor askush me këtë gjë, as vetë drejtësia. Momenti që Plug ka nisur ose ka kryer investigimin për Altin Dumani, ka qenë çështja e Erion Veliajt, ajo që prevalonte në sistemin e opinionit publik dhe sigurisht që ne kishim nisur më herët, në fakt, kishim nisur më herët me vetë Veliajn, ku kishim zbuluar normalisht se çfarë lidhje marrëdhënie kishte Veliaj me një nga vettingarët e Altin Dumanit për Roland Iliajn. Roland Iliaj rezulton që ka qenë kreu I komisionit të vettingut për Altin Dumanin, por njëkohësisht rezulton se ka qenë edhe njeriu që Erion Veliaj e kandidoi në vitin 2009 si kandidat për deputet në qarkun e Shkodrës me lëvizjen G99. Pra deri këtu e kuptojmë pastaj pjesën tjetër politike të fablës që unë s'dua të hyj asaj. Tek pjesa e faktit rezulton që Altin Dumani është një nga ato personazhe që njësoj si Irena Gjoka, çuditërisht, e kaloi vettingun shumë lehtë. Brenda një periudhe shumë shkurtër, për 3 ditë u thirr në komision, dorëzoi dokumentacionin, kaloi vettingun dhe nuk ju bë as oponencë, pra nuk u dërgua. Nuk u bë as ankim. As për këtë ishte nga Irena Gjoka që u hoq dorë nga ankimi, Altin Dumani nuk u bë nga ankim. Kur thash oponencë, pra nuk u dërgua nga komisioneri në apel. Dhe çfarë ka ndodhur? Altin Dumani rezulton që ka, po themi, ose vettingu I tij ka shumë pikë pyetje. Sidomos tek pjesa e pasurisë atje ku kanë ngelur shumë dhe ku dim që kanë ikur gjyqtarë prokuror për qindarka, po them, po e banalizoj, por realisht kanë ikur për gjëra që janë banale. Kush nyja pra? Nyja është se Altin Dumani deklaron se ka 4 prona pasuri të paluajshme, 2 apartamente, 1 vilë dhe njësi biznesi. Për rastin I cili referohet zoti Berisha është pikërisht zanafilla dhe problemi kryesor, sepse ai apartament është porositur me kontratë për t'u blerë në vitin 2006. Ndërkohë që është deklaruar se në atë apartament ka jetuar prej vitit 2004. Ka qenë 2 vite më parë banues në apartament, ka bërë dhe investim, I cili nuk është deklaruar. Dhe komisioni I vettingut, pra është rreth 15.000 euro shuma e investimit, pra mobilim, arredime etj. Dhe që komisioni I vettingut nuk e ka marrë parasysh. Çfarë ka ndodhur më pas? Apartamentin në vitin 2006, s'më kujtohet vlera fiks, por ka qenë me një shumë që për periudhën ka marrë një kredi në fakt 50.000 euro, por që për periudhën, çmimet kanë qenë në atë situatë. Vim në vitin 2016, pra rreth 10 vjet më vonë, dhe fillon përsëri që Altin Dumani 2014-2016 ketë përsëri investime në pasuri të paluajshme, porosit një apartament, një njësi biznesi, ku çuditërisht apartamenti që blen zoti Dumani blet me një shumë për rreth 390 euro për metër katror. Shumë më poshtë në një nga zonat, po themi, më të shtrenjta sot në Tiranë, që është zona e Parkut Olimpik. Ndërkohë, te kompania ku ka blerë zoti Dumani, e njëjta kompani ka ndërtuar edhe në një nga zonat periferike të Tiranës, në zonën e Farkës, dhe ne kemi zbuluar në atë kohë që kompania, po themi, e njëjta kompani ka shitur njësi banimi në zonën periferike shumë herë më shtrenjtë se sa ja ka shitur zoti Dumanit në një nga zonat më të preferuara Tiranës dhe sot çmimi. Me çfarë shkëmbyer kjo diferencë është pyetja që del tani. Me çfarë shkëmbyer kjo diferencë? Me favore. Tani këtu është çështja dhe sigurisht se këtu asnjëherë nuk është kthyer përgjigje, pra as përballë vettingut dhe as jo vetëm pikërisht, pra këtu dua të them që jo vetëm vettingu. Problemi është kush do ta hetojë sot zotin Dumani. E kemi thënë kush do kontrolloj kontrollorët që duhet të hetojë zotin Dumani. Dhe njeriu që mbylli dosjen e Irena Gjokës. Pra jemi në të njëjtat kushte. Pra pak a shumë kjo është situatë dhe ajo që është rast tjetër që sigurisht ose secili mund të ketë fat në jetë që t'i dhurohen apartamente, prona etj. Deklaron që ka dhe një vilë ku rezulton që banon aktualisht, të cilën e ka dhurat nga prindrit e bashkëshortes që ja kanë bërë dhurat një prift anglez. Edhe për këtë rast, Komisioni I vettingut nuk ka kryer asnjë verifikim dhe asnjë hetim. Pra, ka një seri problemesh që lidhen me vettingut, të cilat nuk u hetuan kurrë nga komisioni. Dhe çuditërisht Adriani me po ke ndërtimi, se aty të lidhen gjërat, aty të çojnë. Në fakt pyetja kjo është që ka publiku. Pra, në momentin që një figurë e rëndësishme, flasim ish kreu në Spakut, aso kohë kalonte
vettingun, duke mos u bërë verifikimi kaq i thjesht i çmimeve të apartamenteve, pra ka pasur një mungesë vullneti edhe nga vetë komisioni për të mos e kaluar. Duhet bëj një saksim. Po. Nuk u kalua vettingu pa patur vëmendjen e duhur. U projektua që ky zotëria do t'jetë drejtuesi i spakut. Okay. Pra, siç u projektua Irena Gjoka, Spata Maneku, që do të drejtoj gjykatën e